أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar xhamat, lutë Allahun e madhreshëm që të gjitha adhurimet, të gjitha duat, agjërimin ton në këtë ditë të kësaj jave të parë të këtij muajit madhështor, muajit Ramazanit, Allahut na i pranon. Lutë Allahun e madhreshëm që për këtë sakrificë, angazhim, lodhje, uri e etje, të cilën e kemi patur vetëm për hir të madhnisë së Tij, për të çuar në vend një urdhër prej urdhave të Tij, për të larguar prej gjithë ato gjërave që ai i ka ndaluar, lutim Allahun e madhreshëm që ai me shpërblimet e Tij të veçanta, të shumta dhe të begatshme të na shpërblen inshallah taala. Allah e shpërbleft imamin tuaj, hoxhën, khatibin e kësaj xhamie Muharrem Efendiun, i cili buqetet e tija me këshilla në këtë Ramazan i përzin edhe me mysafir. Para 2 ditësh ishte mysafir në këtë xhami hoxha i nderuar Irfan Efendiu. Sot në erdhë rasti dhe radha që temi edhe na me ju, të kalojmë disa minuta të këtyre dytëve të numëruara, ditë që kalojnë shpejt, krejt kjo me vetmin qëllim që të fitojmë kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal. E inshallah Allahu është i kënaqur me ne. Sot para jush, pasi që ne mendojmë se përderisa Ramazani është muaji të cilin ka zbritur Kur'ani, kemi nevojë na të jetojmë ma shumë orë, qaste e momente me Kur'an. Të lexojmë Kur'anin për të fituar shpërblimet e shkronjave që lexojmë dhe të analizojmë ajetet nga Kur'ani e të meditojmë rreth tyre për të fituar mesazhe, mësime dhe porosi, udhëzime dhe udhërëfime për jetën tonë të përditshme, jetë e cila ka nevojë vazhdimisht për to këshilla dhe udhëzime të Allahut subhanahu wa taala. Sot para jush e paraqesim një rregull kuranor i cili nëse kuptohet mirë, njeriu ka me jetu mirë edhe me Zotin, ka me jetu mirë edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po ka me jetu mirë edhe me njerëzit në përgjithësi. Në surën Taha, Allahu Dhul Xhelal e përmend përfundimin e disa ajeteve me këtë pjesë. Ajeti 61, fundi i këtij ajetit, thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa qad khaba man iftara." Ka humb, ka dështu, ai njeri që ka shpif, ai njeri që ka trillu, ai njeri që ka bo iftira. Fjalën iftira, shumica e xhamatit vjetër e din, edhe populli jonë përgjithësi akoma e përdor. Me shpif, rrenshëm, me akuzu rrenshëm diken për diçka, me angjit dikujt diçka që se ka bo. Allahu Dhul Xhelal po thot: "Wa qad khaba man iftara", ka hum, ka dështu, s'ka arrit sukses ai njeri që ka trillu, që ka shpif. Çka do thot kjo rregull? Çdo herë njeriu në jetën e vet që ka me mendu se tu shpif dhe tu trillu e tu bo iftira apo iftire ndaj tjerëve, ka me fitu diçka, gabim me ka. Njeriu le të jetë i bindur edhe le të bën xhihad me nefsin e tij vazhdimisht, që vetëm me sinqeritet
vetëm me vërtetësi, vetëm me saktësi ka mundësi me arrit sukses. Rrenat, mashtrimet, hilet, trillimet, shpifjet nuk i çojnë selamet njeriu. Tash ky ajet është fundi I disa ajeteve në surën Taha, ku Allahu Dhu Gjelal tregon për Musën a.s. dhe faraonin, I cili kishte mbledh nga gjithë Egjipti magjistarët e ndryshëm për t'i ballafaquar ata me Musën a.s., me Musajin a.s., dhe për të tregu populli që jetonte në Egjipt në atë kohë se Musaji a.s. nuk ja vlen me qenë I ndjekur për njerëzve, nuk është e vërtet se ajo është pejgamber I Zotit, por është një mashtrues, një manipulus. Thot Allahu Dhu Gjelal, qala maw'idukum yawma az-zina wa an yuhshara an-nasu ad-duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu thumma ata قال لهم موسى ويلكم لا تفترون على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. U tha dita e takimit është dita e storisë, ku njerëzit zbukurohen kur kanë fest. Dhe në paradite do takohet Musa a.s. me faraonin për t'i dalë në shesh, për t'i dalë përballë atij. Tregimi I Musës a.s. me faraonin është tregim që ka nevojë secili hoxh me e lexu për vete dhe me ja tregu xhamatit. Për me tregu guximin e Musait a.s. mu ballafaqu me një tiran despot, zullumçari më të madh në historinë e njerëzimit, që është edhe simbol. Andaj kur themi na një njeriu të keq, tiran despot, I themi ishte faraon. Ishte zullumçari I madh, faraon. E Musa a.s. I tha faraonit, do takohemi një ditë feste, një paradite, edhe të ballafaqohemi unë me faktet që I kam dhe ti me faktet që I ki. Islami o vllazni, feja e gjithë pejgamberëve të Zotit, është fe e cila ka fuqinë e ballafaqimit me të gjitha llojet e kufrit, me të gjitha llojet e ideologjive të njerëzve që janë prodhim I shejtanit të mallkum, të modeluara, të formsuara nga njeriu, ama janë prodhim shejtanor. E Islami e ka fuqinë mu ballafaqu edhe me komunizmin, edhe me kapitalizmin, edhe me liberalizmin, me të gjitha fenomenet, edhe me modernizmin, edhe me postmodernizm, të gjitha llojet e ideologjive që I prodhojnë njerëzit, me ja zëvendësua njeriut udhëzimin, rrugën, plan programin që Allah I Madhreshëm ja ka dërguar njeriut nëpërmes pejgamberëve të tij. Dhe fetevella Fir'aunu e mori përsipër faraoni, u angazhu, fejema kejdehu, edhe ngrumbloi mekanizmat e ndryshme për ta sofistiku kurthën e tij përballë Musait a.s. Perandorët, faraonët, diktatorët, despotët, zullumçarët, prej pushtetarëve I përdorin të gjitha mekanizmat e veta me e plasu gënjeshtërën e vetë dhe me I detyru njerëzit të binden se ajo gënjeshtër, ajo rren e tyra është e vërtet që kejt njerëzit duhet ta besojnë. Andaj në të kalumen perandorët, pushtetarët I kanë përdor magjistarët me të llovit mendjen njerëzve, me wahabit mendjen njerëzve. E sot pushtetarët, zullumçarët, tiranët, despotët përdorin median si fallxhorët e asaj kohe për me të llovit mendjen njerëzve. Edhe një rren, një gënjeshtër e cila publikohet nëpër mediat e ndryshme dhe përsëritet vazhdimisht
fillon si gënjeshtër, si rren e kundërshtuar, e rezistuar nga njerëzit, mirë po me përsëritjen e vazhdueshme, dal nga dal fillojnë njerëzit me e dobësu kundërshtimin e kësaj gënjeshtre, me paksu rezistencën kësaj gënjeshtre, pastaj në fazën tjetër me e relativizu, ka mundësi me konë edhe e vërtet, edhe pse unë e mendoj se është gënjeshtër. Fazën e 4 me thonë, po nuk duhet shumë me dyshun këtë, derisa të vjen në fazën me besu pa vërtetën, gënjeshtrën, rrenën si të vërtet. Një rrenë e përsëritur vazhdimisht kalon në të vërtet, fatkesisht. Andaj ne si hoxhallar, edhe ne si besimtar, ashtu sikurse njerëzit i përsërisin gënjeshtrat e tyre dhe i transformojnë ato në të vërteta tek njerëzit, se te Zoti nuk ngelen gënjeshtra, ne hoxhallarët edhe besimtarët duhet me i përsërit të vërtetat e Islamit vazhdimisht, që të ngelen të vërteta sikurse janë te Zoti, ashtu të janë edhe te njerëzit. Faqala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadhiban. U tha Musa alayhis salam, o ju njerëz, ti faraon edhe krejt kjo ushtri që e ke mbledh ti, la taftaru ala Allahi kadhiban, mos shpifni gënjeshtra mbi Allahun dhul xhelal. Se faraoni theke ana rabbukumul ala, unë jam Zoti juve më i madh. S'ka Zot më të madh se unë jam Zot. Ka du e mbys, ka du e la gjallë. Kujdu i jap liri, kujdu e burgosi. Kujdu i jap pasuri, kujdu e lut varfër. Unë këtë ndori kam punë. S'ka Zot tjetër veç meje. Nëse sot dikush për perandorve nuk thot për kryetarve të shteteve të mëdha, nuk thot se jam Zot, si ka thonë faraoni, punë i ka me të njëjtën logjik. Se këtë që ka ndodhë bot e di une. Këtë që ka ndodhë bot ndodhë kur du une. E logjikat e tilla janë logjikat më të këqija, të cilën e sjell zullumi, korrupsioni, padrejtësia, një pushtetar, një qeveritar. Megjithëse na vazhdimisht e shohim se pa marrë parasysh çfarë pushteti ki, çfarë fuqie ki, çfarë ushtrie ki, çfarë dominancë ki, vjen momenti po shtrohesh në formën më të keqe të mundshme. Këtë botën, ka qenë Lenini, Stalini të kalumen, janë haru. Ka pas perandor të mëdhenj perëndim, i kanë përmbys edhe janë haru. Edhe sot në këtë shekull kemi në lindjen e mesme shumë njerëz që llogaritin veten, do thot ajo që ka thënë ata gjithsesi bëhet, këtë ata urzu. Edhe ka me vazhdu ki ligji i Zotit dhul xhelal me këtë zullumçarët që janë fytyrën e tokës, që Allahu ka me i mposht ata, ka me i rëzu ata, ka me i poshtru ata, ka me i ul ata. S'ka mundësi ndryshe me ndodhë, se kjo është ligji i Allahut dhul xhelal. Andaj i tha Musa alayhis salam, vaj për juve, mos bëni iftira rrena për Allahun dhul xhelal, fe yushitakum bi'adhab, sepse nëse vazhdoni me iftira, me shpifja, gënjeshtra ndaj Zotit, ka me ju shkatru Allahu me ndëshkimin e tij, wa qad khaba man iftara, dhe gjithsesi ka me humb luftën, betejën, angazhimin, mundin, projektin, kurthën e njëri që ndërton mbi shpifje dhe trillim. Në Kur'an, kur folet për iftiran, zakonisht i jepet kuptimi i gënjeshtrës, rrenës, i shirkut, i dhujtaris dhe zullumit. Ajetet kuranore ku përdoret termi el iftira ose iftira e ka kuptimin ose të do thot gënjeshtrës, shirkut apo zullumit. Qëllimi është se iftiraja është burim edhe shkak i shkatërimit të jetës në këtë tokë. Thot Imam Ibn Kaimi rahimahullahu taala, wa qad
dhamine subhanahu en la budde en ju khajjibe ahlul iftirai wala jehdim. Thot Allahu ka garantu subhanahu wa ta'ala se atyre që bëjnë iftira ka me vahumb mundin e tyre wala jehdihim dhe s'ka me i drejtu ata. Fundi tyre ka me qenë shkatrim edhe për ulje, wa annahu se yushitahum bi adhabihi, dhe se Allahu ka me i shkatru me ndëshkimin e tij, yasta'silahum, ka me vashkull rajnt, ka me i shkull për toke ata dhe pushtetin e tyre. Andaj iftiraja pra nuk qenë ka punë e lehtë, është punë e rëndë, qoftë ajo me Zotin, qoftë ajo me njerëzit. Dhe na në kohën që kena në disponim do mundohemi të përmendim llojet e iftirave dhe se në fund kur njerëzit kanë tentu me i bë iftira njerëzve çka u ka ndodhur. Shembulli i parë i iftiras është iftiraja gënjeshtra mbi Allahun Dhu Xhelal. Çka do të thonë me i bë iftira Allahut? Me fol për Allahun dhe fenë e tij pa dituri. Hoxha, kur fol për fenë islame, duhet të gjitha fjalët e veta me i pas të mbështetura në Kur'an, në fjalën e Zotit Dhul Xhelal. Nuk ka drejt me fol gjëna për mendjes vet e me thonë ka thonë Allah. Pse? Sepse kjo është me i bë iftira Allahu Dhul Xhelal. Shife, njerëzit na si njerëzi e bëjmë një muhabet edhe dahemi. Mase e tham, abe, Hasani ka thonë kështu ne. A do jo, s'kom thonë kështu ne. Unë e thash ndryshe, mi kim shtel lafet. Njerëzit lafet e veta i mbrojnë, edhe s'kan dëshirë, edhe nuk pranojnë dikush mja ndryshu. Për lafet e Allahu Dhu Xhelal, edhe ma keq, jo edhe ma keq, po shumë ma keq. Thotë Allahu Dhu Xhelal në surën An'am ajetin 93, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. A ka ma zullumqar sa i njeri që thot që shpif mbi Allahun gënjeshtra, e thot edhe mu më shpallat sikurse do më thonë pejgamberëve tjerë, edhe pse Allah si ka shpallat i asgjë. Gjithashtu tregon Allahu i madhreshëm se të folësh mbi Allahun pa dituri është prej gjunaheve më të mëdha. Në gjithë e dina se shirku është gjunahi më i madh. Po më i madh se shirku është folësh për fenë Allahut pa dituri. Është një sprovë e cila fatkeqësisht tani me përhapjen e rrjeteve sociale çka nuk shohin njerëzit. Edhe çka nuk dëgjojnë. Edhe çka nuk thojnë. Folin për fenë Allahut Dhu Xhelal njerëz pa dituri, pa kompetenca, pa përgjegjësi, pa argumente. Edhe andaj porosia jeme për mua dhe për ty dhe për çdo kanë është mos e merrni fen prej internetit, për rrjeteve sociale, për TikTokit. Nuk merret feja aty. Feja merret në librat që elhamdulillah dietarët i kanë shkruajt dhe janë të përkthime për t'ia sharu muslimanëve fenë Allahut subhanahu wa taala. Kurani e para me përkthimet e veta, me tefsiret e veta, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me librat e përkthime, me komentet që janë bërë atyre, pastaj edhe libra tjera të fikut e takides e kështu me radhë. Thot Allahu Dhu Xhelal: "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun." Surën Araf ajeti 33. Shifni sa bukur i ka rëndit gjunahat. Thot Allahu Dhu Xhelal i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Qul thuaj o Muhammed, inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Thuaj, Zoti jam Allahu Dhu Xhelal i ka ndalu veprat imorale, ato të dukshmet edhe të fshehtat. Çdo gjë që e prek namuzin e burrit edhe të gruas, se na kujtojmë që namuz ka veç gruaja dhe burri ka namuz.
Edhe sikur se duhet me mbrojt namuzin e gruas, duhet me mbrojt namuzin e gruas. Muslimanët më konë i moralshëm, me pas frikë Allahun dhu xhelal, nga ajo që shef, nga ajo që thot, edhe nga ajo që vepron për gjërave morale dhe imorale. Duhet me konë i vëmendshëm. Andaj ato që shifen e kemi qartë në krejt që duhet më urujt se është e turpshme, po ato që nuk shifen sot janë më të rrezikshme se ato që shifen, se mundësia me bëu gjëra imorale në fshehtësi është shumë më e madhe sot se të kalumen, për shkak që këtyve dreçnive që keni na për xhepa, që telefonave. Mundësia me bëu gjëna në fshehurazi është më e madhe se me bëu publikisht. Edhe të kalumen ka qenë, domethënë, mirë po tash është bëu edhe mundësia edhe më e madhe. Kjo është niveli i parë i gjunave. I dyti, wal ithme, gjunat tjera jashta imoralitetit. Wal baghi bi ghayr haq, e treta, ti bësh zullum pa hak të tjerëve. E katërta, an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ti bëni shirk Allahut gjëra për të cilët nuk keni argument. E katërta. E pesta, dhe të flisni, të folni për Allahun pa dituri, gjëra që nuk i dini. Andaj ulemat kanë thonë, e filloj Allahu dhu xhelal pi gjunahave ma të vogla të urit të nalë derisa mrini se gjunahi ma i madh, e gjunahi ma i madh që ka me folë për Allahun pa dituri. Dhe këtu pa dyshim hin të gjithë ata që marrin guximin me dhonë fetfa mbi fenë Allahu dhu xhelal pa dituri, se këta njerëz që i thënë haramit halal. Shifne, këta njerëz që i thënë haramit halal, po edhe ata njerëz që i thënë halalit haram, dy jetën. Kjo është haram e ti thu halal, kjo është halal e ti thu haram. Janë iftira mbi fenë Allahut nëse i themi pa dituri. Në surën Nahl ajeti 116 thot Allahu dhu xhelal: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Mos thoni me atë që e përshkuan gjuha juaj rrejshëm, kjo është halal e kjo është haram. Domthon halalet dhe haramet nuk duhet me qenë sipas tekave tona, mendjeve tona, sipas epsheve tona. Halali dhe harami duhet me qenë sipas asaj që thot Allahu i Madhëshëm në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Përndryshe do të bëhet tollovi e madhe, sikurse edhe sot jemi duke e pa se sa harame i ka përcejmë si asgjë. E sa halale pastaj i kufizojmë edhe nuk i përdorim ato. Pse? Se fenë dojmë ta sqarojmë, dojmë ta prezantojmë sipas mendimeve tona, e jo sipas asaj që e thot Allahu i Madhëshëm Kur'an apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. Pastaj thot innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Majnëmen, ata që shpifin mbi Allahun gënjeshta kur nuk korrin sukses, nuk shpëtojnë. Andaj porosi për ata që folin në emër të fesë. Sa më të sinqert janë në lidhjen e mendjes, e zemrës dhe shpirtit të tyre me Kur'an dhe me Sunet, aq më të suksesshëm kanë me qenë jetën e tyre. Dhe secili që i jep të drejtë vetes me folë mbi fenë Allahut pa fakte, pa argumente, pa dituri, a njeri jo që s'ka me pas sukses në thirrjen e tij, po ka me pas edhe përgjegjësi të madhe kur del për Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak dietarët e mëdhej nga këto ajete kuranore në historinë e lartë, në historinë e artë e Islamit kanë pas frikë të madhe me folë mbi fenë Allahut dhu xhelal pa fakte dhe argumente. Edhe i kanë thonë për shembull me Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu: "Hadha ma ara Allahu amir al-mu'minin Omer." Tha ai Qatibi shkujke, kjo është vendimi që e solli Omeri. Thoi jo, shkuje kjo është mendimi
të cilin ja inspiroj Allahu dhu xhalal Omerit, e mos thoj se kjo është vendimi i Allahut. Omer radiallahu anhu, megjithse imani i tij, dituria e tij, sakrifica e tij e ruan të këtë pozitë madhe të Allahut subhanahu wa taala. Forma e dytë e iftirave mbi fenë Allahut është shpifja, trillimi i haditheve dhe ngjitja atyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot o vllazni, bota islame e ka një zhvillim gjigant madhështor në shkencat fetare. Të kalumen, hadithet kanë qenë të mësuara përmendsh prej ulemave dhe ata i kanë përcjell tek talebet. Pastaj dikush prej talebeve i ka shkruajtur në për libra, po përderisa libra s'kan qenë shumë përhapuna, ka pas mundësi më një vend mos qenë të njohura do hadithe, dikush t'i shpif, t'i trillon do hadithe dhe t'i përhap si hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ato pastaj janë përhap të njerëzit. Sot kjo gjë nuk është e mundshme me ndodh. Pse? Se këtë hadithet e pejgamberit alaihi wasallam janë grumbullu. Janë grumbullu në për libra, po janë grumbullu edhe në internet. Edhe se cili hoxh që don me verifiku një hadith, që don me kallzu para xhamat, e ka shumë lehtë. Me 5 minuta punë. Hen te enciklopedia e hadithit, e shkruan tekstin e hadithit, ai ja kallzon ku gjendet, në cilën libër gjendet, kush e transmeton, edhe çfarë gjykimi kanë dhënë ulemat e hadithit për atë hadith. A është hadithi sakt, sahih, a është hadithi hasan, apo është hadithi dhaif, apo është hadithi mawdu. Janë 4 kategori kryesore në hadith: sahih, i sakt, hasan, i mirë, këta dy pranohen. Dhaif, i dopt, nuk pranohet. Mawdu, i trillum, i shpifun, kategorikisht nuk pranohet. Edhe normalisht janë 9 kategori tjera që janë të veçanta për hoxhallarët edhe për talebet. Ama këto janë kategoritë kryesore. Edhe ti e ki let me kuptu një hadith që e kallzon a është i saktë apo nuk është i saktë. Çfarë do të thonë me këtë? Askush s'ka të drejtë me thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që ai nuk është i sigurt se ai ka thonë as e ka thonë. Sepse ka përgjegjësi për Allahu dhu xhelal nëse përhap një hadith jo të saktë në mesin e besimtarëve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men haddatha bi hadithin yura annahu al-kadhib, fa huwa ahadu al-kadhibaini", ose ahadu al-kadhibina. Kush e flet një hadith që shifet ose mund të jetë, mendon ai se ka mundësi me qenë gënjeshtër, është njëri prej 2 gënjeshtarëve, ai që e ka shpik dhe ti që e vazhdon me përhap. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men taqawwala alayya ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush thot për mua diçka që unë s'e kam thënë, le t'ja bën vetë vend në xhehenem, Allahu na ruaj. Andaj feja Allahu dhu xhelal kërkon seriozitet dhe kërkon shumë përkushtim dhe sinqeritet. Dhe forma e tretë e iftirave është iftiraja që njerëzit ja bëjnë njëri tjetrit. Shpifin nga zilia që kanë, ose lakmia për t'ja marrë një të mirë që e ka dikush tjetër. Edhe shpifin, lloj-lloj shpifjesh që vetëm se me ardh mi ja marrë një të mirë që ja ka dhënë Allahu xhall. Dikush për shembull Allah i ka dhënë dituri. E vin kolekti i tij hasedxhi edhe shpifi për të fjalë që si ka thonë, që me e nxit xhamatin kundër tij. Kjo nuk e rëzon këtë hoxhën, këtë dietarin e sinqert e të vërtet, shpifja dhe trillimi tyre. I rëzon ata vetë, e ky metet i ngritur. Dikush ja ka zili pasurin që ja ka dhënë Allah, edhe shpif dhe trillon, jo ki punon kështu, jo punon ashtu, që me hub pasurin, me hub mushterit. Nëse ai është i sinqert, ai ka me met, e këta që shpifin për te kanë mu tret, kanë mu zhdu. Dikujt Allahu jep pushtet, e shkojnë e shpifin për te, që me rëzupi pushtetit.
Nëse është i sinqert ka me met, këta që shpifin kanë me u shkatru. Qashtu për të gjitha rrethonat. Andaj tregohet një rast kohën e Khalifës al-Mutawakkilit, që ka qenë khalife në kohën e Abasidëve. Hyn të ke khalife një për ulemave Abdulaziz ibn Yahya al-Kennani. E i thot, ja emir al-mu'minin, ma ru'ya a'jabu min amri al-wathiq. Puna e vathiku që ka qenë khalife për para është shumë e çuditshme. Thot e vrau Ahmed ibn Nasrin, njëri për ulemave të hadithit, wa kana lisanu yaqra al-Qur'ana ila an dufin. E gjua e ti nuk u nalë këtu lezu Kur'an dhe disa e mbytën, edhe e varosën. Mutawakkilit i erdhë rënd për kësaj fjale që tha, se do më para si jot e ka vrarë një hoqë me shpifja dhe trillimin që kanë bërë për te, ai gjatë gjithë kohës që e kanë maltretua, ai ka lezu Kur'an, dhe disa e kanë mbytu lezu Kur'an, edhe e kanë varosë pastaj. Normalisht i erdhi keq kjo fjalë, edhe i mredhi do njerëzit në atë kohë që kishin emër, kishin pozit, ishin hoxhallar të shtetit në atë kohë. Për tyre ishte Muhammed ibn Abdul Malik az-Zayyat. I tha Abdul Maliki, i tha ky Mutawakkili, o Abdul Malik, kam një vezvese për vrasjen e Ahmed ibn Nasrit. E i tha ky hoxha i ti, hoxha i shtetit, hoxha i pallatit, tha, Allahu më djegt me zjarm, o emir al-mu'minin, se ai e ka meritu këtë dënim, ai alimin që e ka vrarë, e ka meritu këtë dënim, se ka vdekë si jo besimtar. Shifne, keq përdorimi i pozitës, edhe akuzat një djetarit sinqert, deri në vrasjen e tij. Po nëse sa arrin sot dikush me vrarë një hoxh, mjafton me shpif dhe me trillu për te, për me desh me rëzu pozitën atij. Mirë po shifne nga ky rast, se ketë shpifet dhe trillimet si kanë ju kthy këtynve hoxhallarëve të pallatit, hoxhallarëve të shtetit kundër atyre. Pas këtij Abdul Malik az-Zayyatit hyni Hurthuma. I tha Mutawakkili, ja Hurthuma, e kam një vezvese për vrasjen Ahmed ibn Nasrit. Çka thuti? Tha, ja emir al-mu'minin, qata'ni Allahu irban inna qatlahu ma kana illa annahu kana kafira. Tha, Allahu mboft cop se khalifa i mëhershëm që e ka mbyt atë hoxh ka pas të drejtë se ai ka qenë jo besimtar. Pastaj erdhi i treti hoxh i pallatit, hoxhi i shtetit, e i tha Ahmed ibn Duadit, i tha Mutawakkili, ja Ahmed, kam një pak natësi në zemrën time për vrasjen e Ahmed ibn Nasrit. I tha, o emir al-mu'minin, Allahu ma shoft paralizën nëse gabimisht është vra Ahmed ibn Nasri. Që në 3 hoxhallar, 3 mallkimi i bënën për vete nëse ka gabu khalifja për para. Pse? Sepse këta i kanë dhënë fetva atij khalifes me vrat hoxha. E thot Mutawakkili, ja ka zënë këtë ndodhi këtij Abdulaziz Kennanit. Ja ka zënë këtë ndodhi këtij, thot, emma Zayyat, se i përket Muhammed Abdul Malik az-Zayyatit, thot, unë e kum djeg me zjarë. Sa i tha, më djegt Allahu me zjarë, thot, unë e kum djeg me zjarë. Se i ka lujt bisht ma vonë edhe ki e ka denua. Thot, wa amma Hurthumata, fa innahu haraba, wa ijtazat bi qabilet Khuza'a, fa arifahu rajulun min al-hayy, thot, fa qala hadha alladhi qatala Ahmed ibn Nasr, fa qata'uhu irban. Thot, ky Hurthuma i dyti, iki, shkoj më një vend të fizi Khuza, e dikush e njofti, dhe tha që ky hoxha i shtetit, hoxha i pallatit, ishte sebeb që u vra Ahmed ibn Nasri, alimi hadithit, edhe ata e kapën edhe bon cop. Çka tha kim fillim? Tha mboft Allah copa.
E boni Allah i sopa. Thot, këtë tregime tregon Mutawakili, khalifi që ka ardhur mas vllavit vet. Thot, wa amma Ahmed ibn Duad, faqad sajjana Allahu fi jildihi. Ahmed ibn Duadin e ka dënu Allahu dhu xhelal me lloj smundje në trupin e tij. Ku të bësh iftira për një njeri devotshëm evlia, të godit dënimi pi Allahu dhu xhelal që në dynja mos flasin për atë që e pret në ahiret. Andaj shumë duhet njeri me pas frikë edhe kujdes kur shpif për dikën. Edhe një rast i vërtet që ka ndodhur dikur në botën islame sot, një student ishte shumë i shkëlqyeshëm. Nxans student i mirë, i shkoi ke mësimi. E shoku vet ziliqarja kishte inati atij. E një ditë për ditëve, para se me i klas ki shoku ziliqar, i shtini do drog atij në çantë. Edhe shkoi lajmëroi policinë, tha hajde kontrolloni në shkollë se ka njerëz që kanë drogë. Edhe policia e kapi këtë njerëz. Këtë studentin e mirë, ki i ndershëm, fetar, i shkollës, pa hile. Ama ase e di e shtini këtë shokin e vetë me i shti droga ti. Edhe policia e murën, nuk ishte problemi të policia, po ishte problemi të autoriteti. Ti, shqit është i menqëm, shqit është shkollovan, shqit është i ndershëm, shqit është fetar, a hanë zurë me drogë. Se njerëzit nuk vetin ti, a është e vërtet, asë është e vërtet. Edhe njerëzit fatkeqësisht, ma shpejt i besojnë gënjeshrës, se sa të vërtetës. Edhe ju prish jeta këtij studentit shkëlqyeshëm. Mirë, po kisha thot ki ziliqari. Thot prej asaj dite, unë kisha një aksident. Edhe më këput dora e djathtë. Pastaj kisha smundje të kancerit. Pastaj kisha apet aksident tjetër, derisa u paralizova. Thot wa ma anni aishu hayatan ta'isa, thot jetën më të keqe janë të jetu tash mas kësaj iftiras që avon ati djallit pa fajshëm, pa djallit ndershëm. Thot unë këtë këshijat i shijova që në dunjo, e u pa dorën, e u pa shnetën, u paralizova, s'kam hiç lumturi në jetë. Mirë po thot, fa inni akhafu min al-maut. Ma shumë se kjo, kam frikë për vdekjes. Kam frikë për dënimi që kam më madhonë Allahu pse i bona iftirati njerit pa faqe. Andaj vllazni, për mos me zgjat më tepër, me në këtë ajet kuranor, bëje një rregull jetë. Kad khabe men iftira. Nuk korr sukses ai që bën iftira. Ka me hub vazhdimisht, edhe në dunjë edhe në ahiret. Ruajnë gjuhën tuaj. Ruajnë zemrën tuaj. Bënë tërbije veten vetëm me mënu mirë për njerëzit, me fol mirë për njerëzit. Allahu ka ballë për gjithë. Edhe dituri ka me dhonë secilit. Edhe pasuri ka me i dhonë secilit. Edhe pushtet ka me i dhonë secilit. Këtë mirat ka me i dhonë secilit. S'ki nevojë ti me i bo hile dikujt, ose me menu kesh për diken, ose me bo iftira për diken, ose me shpi për diken, që t'ja marsh pasurin, apo diturin, apo famën, apo pështerin dikujt. Allahu na udhëzoft. Allahu na marsoft. Allahu për këtyre sprovave dhe smundjeve të këqija na largoft inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.